Horoskopi i muajit prill për shenjën e shigjetarit. I dashur shigjetar, bëhu gati se muaji prill nuk është thjesht një muaj, por një shfaqje ku ti mund të jesh protagonist. Ti je mbreti i lirisë dhe optimizmit dhe do të jesh në qendër të vulkanit të gëzimit. Ky muaj është dizenjuar nga yjet që ti të shkëlqesh, të dashurosh dhe të tregosh se kush është shenja më me fat e horoskopit. Prilli nis me një goditje të fortë gëzimi. Dielli në dash të thotë, dil dhe bërtit dhe tregoj botës se sa vlen. Ti do të ndjesh sikur je kthyer te fëmijëria, plot energji, krijim dhe asnjë frikë në zemër. Në 1 prill hëna e plot është në peshore. Kjo ditë të nxjerr jashtë me miq. Mund të kesh një mbrëmje që do ta mbash mend gjatë, apo një takim të parë në lidhje që do të lërë pa frymë. Vetbesimi yt do të jetë në majat më të larta. Në datën 9 prill, Marsi hyn në dash. Këtu shigjetar nis çmenduria. Do të kesh një bukuri dhe një joshje që do t'i bëjë njerëzit të kthejnë kokën rrugës. Njerëzit do të kërkojnë me ngul. Është koha më e mirë për të gjetur dashurinë ose për të ndezur atë flak që ke. Ti thjesht je i papërmbajtshëm. 12 prill. Kujdes, do të dalin ca njerëz përpara dhe do të duken sikur kanë zbritur nga qielli, me fjalë të bukura dhe premtime sikur s'ka. Marsi dhe Neptuni bëjnë një lojë të rrezikshme. Mos i ngrej njerëzit në piedestal. Mos i shiko me sy zeros, se kur të bjerë maska do të vi keq për veten. Ti vlen shumë, prandaj mos u shpërndaj tek njerëzit që s'ta din vlerën. Mbaje lart pazarin. 17 prill. Hëna e re. Kjo është një ditë fati. Këtu hapet qielli, një lajm që e ke pritur, një mundësi që vjen si dhuratë, apo një kapitull i ri që të mbush mushkëritë me ajër. Nëse ke patur një ëndër në sirtar, nxirre. Fati është me guximtarët dhe ti o shigjetar je kampion i rrezikut. Thuaj po jetës se kjo hënë e re po të thotë. Rruga është e hapur, shkele gazin. 19 prill. Këtu do të kesh një përplasje të vogël, mund të jetë një shok që të ka ngrënë hakun, ose dikush që po del që të bëj presion. Marsi dhe Saturni po të thonë, mos u përplas kokë mas murit, nëse ndihesh i lodhur mos e shty veten me forcë, ulu pi një kafe dhe shiko punën tënde. Lodhja nuk është dështim, është thjesht një sinjal që bateritë duhen karikuar për finalen e madhe. 10 diçi i fundit, 21 deri në 30 prill, tërmet në dashuri dhe surpriza rrufe. Në 10 ditësin e fundit, skema ndryshon plotësisht. Nga aventurat e çmendura kthehemi tek stabiliteti, tek lekët dhe tek tërmeti vërtet i zemrës. Më 20 prill, dielli në Dem. Tani mbarojnë lojrat dhe fillon puna serioze. Dielli te Demi të thotë, shiko xhepin dhe shëndetin. Do marrësh vlerësime në punë dhe do të bëjnë të ndihesh krenar. Është koha të heqësh dorën nga zakonet që të hanë energjinë. Mjaft me ushqime të këqija dhe gjumë pa orar. Në 23 prill, Rufej në qiell të hapur, Afërdita dhe Urani bëjnë një pakt sekret. Bëhu gati për të papriturën. Mund të jesh duke ecur në rrugë dhe takon një njeri që do të ndryshojë jetën, ose të vjen një ofertë pune që ti nuk e kishe ëndërruar. Je ti ai që do t'i surprizosh të tjerët këtë radhë. Mos u habit nëse merr një vendim rrufe që do t'i lërë të gjithë me gojë hapur. Më 25 prill, shpërthim final në dashuri. Mbaj veten se këtu ndryshon loja. Urani hyn tek binjakët dhe marrëdhëniet e tua do të posojnë një revolucion. Harroj njerëzit e mërzitshëm dhe normal. Do të tërheqin njerëzit e çuditshëm, ata që mendojnë ndryshe. Një njeri i ri që hyn në jetën tënde, tani do të jetë si një shkëndijë revolucionare. Do të frymëzojë të shohësh botën me një sy tjetër. Dashuria nuk do jetë si më parë, do jetë më elektrizuese, më e çmendur dhe plot liri. Mesazhi yjeve për ty o shigjetar.
Ti je zotëri e fatit tënd, je shpirti i çdo feste. Ky prill nuk të la në balë, por të dha çelësat e çdo dere që të ishte mbyllur. Merri ato çelësa, hapi dyert me vrap dhe mos e kthe kokën pas. Botën e ke në këmbët tua. Për ty, o shigjetar i dashur, ne të urojmë që të keni një fat sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë. Nëse je për herë të parë në kanalin ton, mund t'i bësh subscribe që të na shikosh në video të tjera lidhur me horoskopin. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me miqtë tuaj. Ju falenderojmë edhe një herë, muaj plot mbarësi.